Po, është vërtet se edhe është let një parti që je bashkëtëmilës i partisë dhe këdon krejt energjien, krejt që ato që kemi ditë që kemi pas mundësie bashkëpunëtore, njerëz të mirë, ka shumë njerëz të mirë me bashkëpunëtorë të mirë, me të se të kemi punuar i vitet gjata, kemi nda situatat të ndryshme, kemi arrit me punë në qeverisje Partinë Demokratike, pas një varë komplet zgjedhjeve vazhdimisht, dhe në 2007. Edhe, natyrisht, s'ka qenë lehtë, po besoj që 2 vjet, këto 2 vjet, mjaftueshëm kanë thënë përgjigje arsyet e largimit edhe të nevojës krijimit një projekti politik. Nisma për Kosovën, për këto 2 vjet angazhimit e vetë në skenën politike ose projekti politik nisma për Kosovën mjaftueshëm ka treguar. Tani se ka dhënë këtë argumentet e mundshme se pse jemi ardhur në projektin e tillë. Zhvillimet në vendin tonë për këto 2 vjet, e që kanë filluar më herët, e ne që kemi qenë atje kemi parë që diçka s'po shkon si duhet, diçka s'po shkon në rregull. Jemi shmangur nga rruga për që ne jemi krijuar në atë kohë si Parti Demokratike. Jemi larguar nga disa vlera për cilat na kanë bashkuar. Kemi parë do ecjet e cilat kemi besuar që në dëm vendit. Është shumë e gjëmë tjetë. Pak të ne kemi parë ashtu. Dhe këto 2 vjet e fundit, 3 vjet, pak a shumë në dhanë drejt që kanë ndodhur shumë gabime të këqija në politikë, në vendin tonë. Kosovës kanë ndodhur shumë gjëra jo të mira. E kulmi atyre të këqija që është kjo marrëveshje që folëm deri me tani.